Kam filluar shumë vonë të besoj, pasi nuk e gjeja veten fort te shenja ime. Edhe një intrigë më intrigonte të dija më shumë rreth shenjës time edhe pse nuk e gjeja veten në shumë gjëra tek shenja ime. Cila ishte ajo? Unë jam Virgo, ascendent Akrep, edhe hënën e kam Gafore, afërditën po Virgo. Kështu që jam një mix shumë i çuditshëm, sepse kam një ndjeshmëri shumë të lartë edhe nuk e kuptoja pse e kam këtë ndjeshmëri shumë të lartë, pastaj shpjegoj që hëna në Gafore, Gaforet janë një ndër shenjat më të ndjeshme, më empatike, sepse thonë aktore, po loti më rrjedh shumë kollaj, jam shumë sensitive ndaj çdo lloj. Pra përfshihesh në rol. Përfshihem, jo përfshihem në rol, po përfshihem në ndjeshmërinë dhe empatinë që kam ndaj dhimbjes së të tjerëve, ndaj ngjarjeve që ndoshta për dikë vjen me qajt për shembull për një qen që është i braktisur në rrugë dhe nuk e gjeja fort veten tek shenja ime. Pastaj kuptova që tek Virgo kam marrë, jam shumë detajiste, këtë e kam të Virgos, dhe një zjarr kështu si person e kam sigurisht të Akrepit. Domethënë jam shumë mix edhe jam shumë e përzime, nuk e gjej veten tamam te asnjëra nga shenjat që më përfaqësojnë, qoftë në hënë, ascendent apo tek Kjo është edhe afërdita. pjesë e karakterit më shumë, doktor.